Kemi kaluar në një moment tjetër, kemi mysafir profesor doktor Bujar Gjikollin Musher. Si profesor? Mirë je? Si është orari ju të fundës? A kemë orar? Mirë ti, pyetje mirë. Kur po thoj 24/7, unë e tham, e njoh dy njerëz që punojnë 24/24. Naima Bazin edhe Bujar Gjikollin. Po, faleminderit, jam i nderuar që më krahason në Ja, krahasimi duhet ndryshe në drejtim tjetër. Na njihemi edhe dim sa punon, po dua të theksoj që është kënaqësi të jem në emisionin e 666, është jubilar dhe privilegj për ne. Faleminderit shumë. Realisht, do të njëftu edhe 52 tjerë, se 52 emisione I kom pas në RTK. Kur kemi fillu 21, e kemi shkru në YouTube dhe realiteti bjen 718 me radhë. Kështu si Odeon, deri më sot, dhe jam shumë I lumtur që të kam ty musafir në këtë emision. Profesorin nderuar, na kemi një sebeb shumë të mirë që të kemi musafir në këtë javë. Unë në anoncimin fillesfare kisha që kur flet shkenca, duhet të dëgjojnë të gjithë. Sepse absolutisht veç shkenca ka qu këtë botë deri në këto nivele. Po shkojnë edhe pak në Marse, në honje mikon, po eksplorojnë botën, kështu në... Kërit kjo si rezultat I asaj shkencës që bëjnë njerëzit në laboratoriume, që bëjnë fakultete, në universitete, në... Unë të kam pas mësafir edhe më herët, por këtë javë Prishtinës, Kosovës, I ndodhë diçka e bukur. Si ta quaj, simpoziumi I 20 me radhë. Jo, është I 5 me radhë, po 20 vjetori implementimit projektit. 20 vjetori implementimit projektit e I 5 me radhë I KOMC. Po, Kosovo Open Medical Club, ne bashkëpunojmë me American Austrian Foundation, Open Medical Institute në Salzburg. Kjo është një projekt që ka filluar me 1993. Ne nga 2005 kemi arritur ta sjellim në Kosovë. Profesor I nderuar, që t'ja sqarojmë opinionit tonë. Në realitet çka është KOMC? KOMC. Ne bashkëpunojmë me Open Medical Institute. Që është në Salzburg. Në Salzburg, dhe këta bashkëpunojnë tani me 138 shtete. E në 2005, kur kemi filluar ne, kanë qenë më pak, edhe ne është dashur të identifikohemi disi. E ideja jonë ka qenë ne të jemi Kosova, Open Medical Club, klubi I hapur mjekësor I Kosovës. Të jemi pjesë e zinxhirit të klubeve dhe instituteve të hapura mjekësore nga bota. Si lindi kjo ide? Këtu e 20 vjet më parë. Në fakt, ideja ka lind më shumë se 20 vite më parë, për fakt që unë kam qenë në Sarajevo në specializim dhe kolegët nga atje shkonin në Salzburg për edukime, por unë s'mund të aplikoja se nuk isha shtetësinë e pranum, si Kosova. S'na kishin pranum ale? Jo, edhe shkrua, fillimisht instituteve tjera, përgjigja ishte jo, dhe duke më refuzuar se cili unë hypja më lartë, dhe arrita deri te Michael Deck. Michael Deck ishte? Amerikan, që ka qenë drejtori I programit për diagnostic imaging seminaret. Dhe unë I shpreha interesimit, thash unë jam kështu, por unë dua të marr pjesë si kosovar. Ndryshe nuk mund të aplikoj, se unë s'kam pasaport tjetër, por të Kosovës. Dhe kështu, ati I lash përshtypje dhe e hapi muhabetin në bisedën për neve në bordin, ku ka qenë edhe Wolfgang Aulitski dhe Catherine Aulitski, të cilët pastaj miratuan kërkesën e tij t'ja bëjmë qarën këtij djalit dhe të hapet për Kosovë mundësia që të aplikojnë drejt për drejt, jo për me shteteve tjera çfarë insistojnë atë kohë, dhe kështu filloi iniciativa. Po për të realizuar pastaj praktikisht këtu, fillimisht ata ja dhanë Kosovo Academic Services, Ibrahim Gashit, vitin e parë, e pasi që këtu nuk ka pare, Ibrahim Gashi ishte shumë I zanun, ma tha Bujar merre ti edhe implemento ti ki sjell projektin edhe vazhdoj. Ibrahim Gashi rektori? Jo, Ibrahim Gashi ka qenë udhëheqësi Kosovo Academic Services në Amerikë, Ebi Gashi. Edhe për çka e gjithmonë e theksoj që ai ka implementu në fillim. E ka nisë, e ke nisë ti, po e ka implementu. E ai më ka shpreh mirënjohje që unë kam nisë dhe më ka kthy mundësinë ta vazhdoj, vazhdoj, se unë s'kam kohë të merrem, me këtë kam obligime tjera dhe pastaj ne e kemi marrë, por projekti implemetohet prej 2005 e tash kemi arrit në vitin
2025 dhe kremtojmë 20 vjetorin implementimit të këtij projekti, gjatë së cilit ne kemi mundësuar 539 pjesëmarrje të mjekëve kosovar në seminaret e Salzburgut, si komponenta e hyrëse e Do më trajnimeve. thonë gjatë këtyre viteve 539 mjek thjesht kanë qenë pjesë drejt për drejt. Po. Në parim me disa mjek kanë qenë disa herë, kështu që këto janë pjesëmarrje dhe si të tilla në fakt për numrin e mjekëve që kanë shkuar atje, kalkulohet për numrin e mjekëve që ka Kosova, i bën që ne kemi mundësuar 9.8% të mjekëve kosovar të marrin pjesë Ja, në këto 10%. seminare. Më pak se 10, domethënë afër 10-shit, në seminaret një javore që mbahen në Salzburg, ku ligjerojnë edhe austriakët edhe amerikanët dhe ekspertët, fjala është, dhe 47 mjek tanë kosovar kanë qenë në trajnime një gjë në 3 muaj në spitalet e Austrisë, do me thënë hands-on trajnime për procedurat për cilat kanë aplikuar, dhe si komponente tretë ne kemi pas të drejtë të iniciojmë të vinë ligjëruesit nga programi që mbahet në Salzburg, ta mbajnë një pjesë të saj në Kosovë dhe kështu kemi filluar në 2008 të bëjmë simpoziumin e parë satelitor të mbajtur në Kosovë. Temë ka qenë stroku, domethënë infarkti në tru dhe trajtimi i stenozave të arterë karotide, që në atë kohë ka qenë në patronatin e presidentit Sejdiu. Pastaj kemi bërë edhe seminare të tjera dhe tash për herë të pestë mbahet në Kosovë. Në realitet, kjo është, si ta quaj, edhe një lloj kongresi i njerëzve, ekspertëve të lëmisë vetë, që internacional, me numër të madh, 138 shtete, e që ju edhe përmes lidhjeve satelitore mund të mbani këto workshopet, workshopet, takimet, kongreset tuaja, prezantimin e punimeve dhe sa kanë ndiku këto në keni mujt me vrejt në cilësinë mjekësore në Kosovë, do më thanë 539 kena? Po, pjesëmarrje. E keni vrejt një lloj avancimi në cilësinë mjekësore në Kosovë në këtë drejtim? Patjetër që kemi vrejnë, në fakt ju e vreni, cilët janë emrat kryesorë sot në mjekësi. Dr. Fisnikur Shumliu, Dr. Sharina Limani, Dr. Lavinot Shahini, Dr. Qerim Kida, Dr. Edmund Halili, e shumë të tjerë që kanë qenë atje, edhe sot këtu kontribojnë me punën e tyre. Do të thënë, ata kanë përfituar nga trajnimet, ne kemi sot edhe trajtimin e aritmisë me ekipin që ka formuar Dr. Edmund Halili. Ai ka qenë fillimisht atje, ka bërë këto procedura, ka qenë në trajnime 2-3 herë. Është trajnu, i ka mësu, ka marrë bazën, pastaj kemi mjek të tjerë në ORL që kanë pa procedurat spari, pastaj kanë bërë. Unë vetë kam qenë në Christian Doppler klinik një muaj ditë në trajnim dhe pra atë kam pas atë idenë ta bëjmë strokun, të bëjmë radiologjinë intervete në Kosovë dhe procedura tjera. Kështu që këto reflektojnë se dallimi mes këtyre komponenteve edukative që i mundson dhe hulumtimeve që i mundson ky program në Salzburg është se këto janë të afatshkurta, me qasje të shumë fisht, multifaktoriale dhe me mentorim të nivelit të lartë. Dhe dhe janë fleksibile. Do të thonë japet liri edhe mjekëve, edhe edukatorëve që të zhvillohen e jo si ka qenë ose si është në shtete fikse, gjata, pa mentorim, pa bazë, edhe plus me këto kemi thuhet anglisht state of the art. Do të thonë mundësia qasjes, mundësia e transmitimit të dijes, mundësia e ushtrimit në nivel më të lartë. Në disa prej seminareve ushtrohet brenda në fantom dhe ja procedurat gjatë këtyre trajnimeve të ushtrojnë vetë mjekët. Aty do të thonë diçka që nuk mund ta bëjnë dikun tjetër. Një farë lloj trajnimi dhe një farë lloj mësimi shumë intensiv, ha? Po, shumë intensiv. Kam pas raste një herë që më ka thirrë dikush, thotë më kiçun burg. Se atje fillon 8, në ora 10 pauza, bëhet evidentimi, fillon deri në drek, madje evidentimi deri në 5, do të prej 8 deri në 5, plus prej 5 deri në 7, secili pjesëmarrës ka me prezantu punimet e veta dhe kështu është mjaft intensive
edhe është shumë e mirë. E bukur, e shkurt, e shpejt, e suksesshme, edhe pastaj edhe e vazhdueshme, se kontaktet sigurisht vazhdojnë. Këta mjek që shkojnë, trajnohen, përgatiten, tash veç e majnë në vazhdimsi, sigurisht janë në trend të zhvillimeve të kësaj lamie. Pikërisht, e kisha një pyetje në historitë e suksesit veç mi përmend, kështu disa nga doktorët, që krejt aty në qka ju e si mbërsh, pej 539-ve, ju kërkojnë falje, po i dorë trokasin për i shtu, absolutisht. Po, Kosova, sa ka mujt paka shumë me u dukt në këto paraqitje ndërkombëtare? Do më thonë, këta emra, këta njerëz, a kemi shku me punime shkencore? Po, shkohet se cili pjesëmarrës atje prezanton diçka. Edhe aty është një frym pozitive qëndrimit një javor mes ekspertëve, mes mjekëve në trajnim që shkojnë dhe me ekspertët që vinë dhe mbajnë ligjërata, qëndrojnë në të njëjtën shtëpi. Shtos Arenberg është një kështjell me kushtet shumë të mira dhe bëhet shkëmbimi i njohurive. Po në anën tjetër, përveç lidhjes që bëhet, e tha që më herët, ky rjetërzimi, networking, bëhet edhe stimulimi që prezentimet janë më të mira dhe në fund bëhet deklarimi kush ka prezentimet më të mira, si edhe kush ka bërë pointime në teste, se kur të shkon e ki një test, pri seminar test, dhe me thënë një testim para seminarit, dhe e ki një post seminar test, edhe shiqohet kush ka bërë mësë miri, edhe kush ka bërë kërcimin më të marë të pikve nga kur ka shkuar dhe kur ka përfunduar seminar. Reher shkolla e progresit, individualisht njeriu. Ka shumë kosovarët punimet e cilëve janë shpallë më të mirat, po ka edhe shumë prej nesh që kemi pas 100% testin e plotësuar. Do me thënë, ato deklarohen, a apin një simbolik, një Mozart kugëll ose diçka një dhurat simbolike, vetëm për të stimuluar bashkëpunimin dhe garën mes mjekëve, competitiveness. Edhe një krenari me vete, për prezencën tonë dhe për suksesin. Sa është të rëndësishëm komponenti i kthimit të dijes? Pra, që të mjekët e trajnuar, pastaj e kthejnë e zbatojnë këtu në vend. Këtë dije. Në parim, motoja e seminaret të Salzburgut dhe vetë projektit Open Medical Institute është brain gain, no brain drain. Do me thënë të përfitohet dituri dhe mos të rjedhë dituria, mos të rjedhë truri nga vendi, kështu që njerëzit mos të kërkojnë të shkojnë në Evropë, të qëndrojnë për të aftësohen dhe të kthejnë të sjellin Evropën në vendet e tyre. Për 2 ditë, kjo ngjarje ndodhi në Kosovë dhe është një moment i bukur, është sikur ta sjellësh një takim të niveleve më të larta, po në segmentin e tij, tani këtu në këtë segment. A ka lamit të caktuara strikte ku i qeni doktorët apo lamit të ndryshme? Në parim bëhen 35 deri në 45 seminare në vit, çdo javë. Çdo javë, edhe për secilin ne mundohem të kemi përfaqësues nga Kosova. Nuk arrim ndonjëherë se konkurenca është e madhe, por në ndër vite kemi dërguar nga 15 deri në 45 pjesëmarrës nga Kosova për këto seminare. Kështu që shkojnë në lamit e interesit, domethënë aplikimi është i hapur, domethënë është kryer me 30 tetor. Aplikimi. 31 tetor është aplikimi dhe tash unë do t'i marr intervistë gjatë javës së ardhshme aplikantët e prej tyre do të përzgjedhim ata që janë më të mirët për të shkuar në seminaret që kanë aplikuar, duke filluar prej neurologjisë, kirurgjisë fëmijëve, pediatrisë. Për çdo vit ndryshohen kurikulumi me seminare të ndryshme, por baziket janë gjithmonë aty, por programi është gjithmonë ndryshe nga viti paraprak. Dhe çka është më e bukura se këto ligjërata edhe incizohen dhe postohen në internet. Dhe ti mund të kesh kodin, ne fitojmë të gjithë një fjalë kalim dhe mund të qasemi në 3 vitet e fundit në gjitha seminaret pa shkuar atje mund të ndigjojmë ato. Në mënyrë që pasurohet dituria. Do të thënë, hapur është për të gjithë pjesëmarrësit, për të gjitha fushat, varet për interesit të mjekëve. Kur ne po flasim, regjia na ka dhënë edhe pamjen nga hapja Sulim, nga paraqitja juaj, po nga prezenca e profesorit amerikan që quhej David Trost edhe profesoreshës Çeke, Petra Shterova. Dhe tash ata janë pjesë e bordit, janë edhe profesionist që prezenca ty në shumë e rëndësishme, apo? David Trost, fatbarësisht,
është drejtor i programit Diagnostic Imaging, pas Michael Dekut, David Trosti është, ndërsa Petra Shterova ka qenë pjesëmarrëse sikurse une, dhe jemi njoftuar aty dhe pastaj unë i kom sjell këtu në 2013 edhe Petrën, edhe Katiuska Casares nga Meksiko dhe Mario që kanë qenë musafir, kemi pasur musafirin edhe nga Lituania dhe nga Maqedonia, që kjo është arjetëzimi që krijohet aty dhe miqësia, vini në Kosovë me ligjeru, po vim, hajdeni të ndihmojmë, të ngritim, edhe Petra ka pranuar edhe mje nga Kosova që kam dërguar atje në trajnim për doktoresh Edona, edhe në shtëpi saj në fakt në vend qendrën ku punon, kështu që ky bashkëpunim është i hapur, edhe është kënaqësi ti kemi ne këtu. Tash Petra ligjeron edhe në Salzburg. Do thonë është nga Çekia, tash pranohet si ekspert edhe ligjeron atje, e marr në Kosovë për herë të katërt, është kënaqësi. Po është Privilegj. ardhje e dy emrave të mëdhaj, që sigurisht tash bëjnë punë edhe në nivel botëror. Po. Edhe që është shumë e rëndësishme. Çka është prezantuar gjatë këtyre 2 ditëve? Çfarë kemi pas? Nëse më lejon për nivelin botëror, kur më duhet ta shtyp unë CV-n dhe aplikuar për akredituesen dhe akreditimin e seminarit në OD, unë duhet i fshi disa faqe të David Rossit, i ka 40 faqe CV-n, me punime, me pjesë, me revista dhe kontribute që ka kapitull në libra që ka shkruar, 40 faqe i ka, domethënë është një ekspert i niveleve shumë të larta. Dhe vjen tek ne. Dhe dua të theksoj që 2019 nuk kam menduar ta bëj dhe më thret ai në fund 2019 sot 2013 më kithir, 2016 më kithir, 2019 s'po më thirr. Ai edhe nuk diçka me mua. Po shoj e bëjmë 2020, pastaj e bëjmë 2021 se na për shkak Covidit u shty dhe kështu është kënaqësi ta kem. Çka ka ndodhur gjatë këtyre 2 ditëve në Prishtinë? Në kuadër të këtij simpoziumi ta quaj, ha? Po. Në fakt ato ligjërata që i mban në Salzburg, i kam mbaj këtu dhe më ka dhënë disa mundësi të zgjedh. Dhe nuk desha të jenë ligjërata të thata, ndonjëherë tingëllojnë të thata, por shumë të rëndësishme, por desha të jenë edhe interaktive edhe ta ndaj përvojën. Domethënë ai ka prezantuar procedurat minimale invazive të rralla, të pazakonta, unusual, ku ka qenë sfidë, që në mënyrë që të gjithëve të ndaj përvojën, të ndaj diturinë, se ne kur të bëjmë diçka, ne shohim vetëm qëllimin, por nuk shohim çka mund na pret anash. Edhe kur ndodhen ato, atëherë si ti zgjidhim, po si të veprohet. Si të veprohet, domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Ju shihni edhe në kompjuter thotë tips and tricks, e këto janë udhëzime të cilat ty të pasurojnë se si me ardh deri te fundi i suksesshëm, se nuk ka procedurë mjekësore që nuk ka komplikime. Gjithmonë mund të ndodhen, po është si ti zgjidhim ato edhe cilat janë sfidat. Në anën tjetër ka ligjëruar edhe për rreziqet në fushën magnetike të rezonancës magnetike, në detalet që asnjëherë më parë se kemi ndëgjuar këtu, do të thonë është bartje e përvojës, është atashme, po është edhe Petra Shterova dhe ka pas prezentimet për përdorimin ultrazanit në gjarat e imta që janë me nerva, pastaj për gjiun të arriturat më të mëdha, mirë po nuk kanë qenë vetëm këto, kanë qenë edhe ekspertët tanë më të mirënjohur me prezentime fantastike, kanë qenë doktor Dauti, ka pas një doktor Daut Gorani, po ne doktor Dauti më falni, ne jemi miq edhe shok, edhe ai ka prezantuar një rast, një komplikim që e ka pasur në punën e tij dhe si e ka zgjidhur në kushtet që i kemi ne. Natyrisht, në Shtetet Bashkuara kanë edhe mjete që kushtojnë 5.000 euro vetëm me zgjidh komplikimin, po doktor Dauti me shkallësinë e tij, prezentimet fantastike të doktor Fisnikut, të doktoreshës Rina, Limanit dhe Sahiti, Driloni, doktoreshës Flaka, prezentimi fantastik i sardhmërisë të vijë në Kosovë në ditët sonë, kështu që prezentimet ka qenë fantastike. Do të thonë edhe këtu kemi pak krenari të nevojshme, që i po. kemi njerëzit tanë. Po. Kur frigohemi për jetën tonë, për shëndetin, themi jo, i kemi këtu, i kemi ata, që kujdesen edhe për ne. Po përvoja shumë interesante edhe të doktor Trosta, edhe të Petrës. E bukura ishte që e pash që edhe patet përkrahen edhe dekanatit, të dekanit, të prodekanës, do më thonë, shkenca flisnin, njerëzit flisnin, edhe flisnin bashkë, e bukur kjo. Po kjo më sjellte një pyetje tjetër, 20 vjet punë, për kushtim.
Cilat kanë qenë pengesat më të mëdha që i ke hasë gjatë ty në 20 viteve? Pengesa ka gjithmonë. Se i ke pru vendit një gjatë bukur, një gjatë madhe, e cila ka fillu si një përkushtim i juaj që du të shkoj vetë. Po s'unë po shkoj se pasaportën time s'po e pranojnë. Tash, gjatë rrugës, shisa gjërat bukura bëhen, profesor, edhe evidentohet që Republika e Kosovës është aty, edhe evidentohet që Republika e Kosovës i ka. Unë kam dëshirë t'ju quaj më shumë shkencëtar gjithve. Më thonë se ti me doktoret, po kam debulesë, mjekësin, kështë nuk. Edhe identifikim, edhe identitet shkencor, edhe vull shkencore, edhe dije pastaj që kthehet në dhe. Po. Sfida ka gjithmonë shumë, se njerëzit nuk shohin interesime në risi. Dhe është rregull botnor i njerëzor që ndryshimet nuk pranohen. Dhe risit më vështirë implementohen, por nuk do të dorëzuar. Natyrisht kemi hasur për krahun e njerëz vizionar dhe kanë hap derën, në fakt edhe e theksoj dhe simpoziumi i parë është mbajtur në patronatin e presidentit. Domethënë kemi arritur që të binë nivelin më të lartë, të jenë pjesë edhe për krahje. Edhe ndër vite kemi pas përkraje të gjithë ministrave. Deri te presidenti dhe zamjes kryeministri ndjer doktor Bujar Bukoshi edhe ai na ka prit, na ka përkrahë. Jemi munduar që të jemi institucional. Gjithmonë në 2007 kemi nënshkruar marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, me Institutin e Shëndetit Publik, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, pastaj edhe me Fakultetin e Mjekësisë, se këta janë përfitues. Ku shkon në trajnime? Shkojnë mjek që punojnë në SHSKK, që punojnë në fakultet. Edhe ata që punojnë në fakultet dhe kanë titull akademik kanë një përparësi në aplikim. Në mënyrë të ndihmohet zhvillimi edhe të stimulohet edukimi edhe gjeneratave të reja. Domethënë atë edukim që e marrin, ato mundësi që i marrin me ngritjen e mësimdhënësve, atë reflektimi është që baza rritet edhe shpërndahet. Që nuk dua t'i kujtoj vështirësitë, dua t'i kujtoj vetëm rezultatet edhe kënaqësitë që ne i hasim, t'i hapim rrugë gjeneratave. Fatkeqësisht gjeneratat e reja nuk e kujtojnë kur nuk kemi mund të qarkullojmë. Edhe është dashur viza dhe skim financiarisht çdo send është shtrejt në mjekësi kur shkon në edukime me 1000 euro kushton një trajnim. Edhe të sjellim në Kosovë një projekt që ka qenë dritare vetme për edukim për xhepin ton, edhe për të shkuar në projektin më të mirë në botë, nuk ka projekt më të mirë. Fatparësisht këta e kanë rritë tash, kanë qelë edhe një qendër në Meksiko edhe në Vietnam, e implementojnë këtë projekt nga Salzburg edhe në ato vende, por diçka të tillë nuk ka, se është e veçantë, unike është kjo. Unike. Edhe kjo ka qenë dritare vetëm ndër vite. Po fatkeqësisht po i them, edhe tani kanë bërë dritare vetme. Se çmimet kanë shkuar lart në kongrese, pjesëmarrja ka shkuar lart, aeroplanët kushtojnë shumë, a mundësitë e mjekëve me paga që i kanë dhe me mundësitë që i kanë janë të kufizuara dhe këto janë shumë të mira. Këto seminaret janë të nivelit maksimal, gjithmonë kurrikullat më të reja, të arriturat më të reja, me ekspert më të mëdhej dhe të kesh qasje tek ata është diçka që është e veçantë, e vlefshme dhe jam shumë i lumtur që gjeneratat e reja po aplikojnë dhe janë të interesuar. Ngjarje e bukur ishte, bile ishte arsyeja kryesore, se ti e din që mu më ka metë në shpirt sillem e pështillem, kur shkoj ka institucione shëndetësore, sidomos në QKUK dhe në Fakultetin e Mjekësisë, debulesë vjetër, ngacmim edhe shpirtëror, emocional, po edhe mrekulli u kënaqa kur i pash që thatë edhe atë prezencë, edhe atë paraqitje edhe këtu. Por në këtë raport, a ke mujt me bën një matje, ku qëndrojmë neve në raport me vendet e rajonit tek qasja e edukimit mjekësor të avancuar? Ne kemi nivelin që e kemi, fatkeqësisht është më i ulët sa i përket mundësive dhe teknike dhe në vend. Bota investon shumë në teknologji, sepse Kosova ka thuajse gjitha pajisjet, por teknologjia avanson dhe nuk është lehtë të përcillet. Ndërsa bazën shkencore, bazën profesionale, diturin dhe investimet në kokë që i kanë bërë mjekët për të mësuar
jemi në nivel mjaft të lartë. Unë e theksoj që kemi mjaft mjekë që kanë qenë me prezentime më të mirët në seminaret që kanë qenë, kemi mjaft mjekë që kanë plotësuar 100% testin, po në anën tjetër edhe mjaft mjekë që ligjërojnë edhe jashtë. Ne kemi të gjithë këta që i përmenda, dhe ata tjerë që nuk i kanë përmendur, po veç me këta që i përmenda, këta shkojnë edhe operojnë edhe jashtë vendit, ligjëron doktor Qirimi edhe në Dubai që ligjëron. Në këtë raport, gjenerata e re mjekve, a janë të hapur ndaj teknologjisë, inovacionit, trajtimeve ndërkombëtare? Patjetër. Janë përkushtuar e sheh? Po, unë shumë dritë në gjeneratat e reja. Kanë me na zbarë ftyrën, kanë me na ngrit nivelin. Patjetër, janë shumë të interesuar të etshëm për dije, natyrisht me artificial intelligence, me inteligjencën artificiale duhet janë të kujdesshëm se nuk duhet varur për tyne, duhet bazën ta kenë të tyre, në mënyrë që ta vlerësojnë se jo gjithmonë vendimet që i merr inteligjenca artificiale mund të jenë më të mira dhe duhet të qenë kritik. Po, inteligjenca artificiale ta shfrytëzojnë vetëm për të dhëna. Edhe me shumë kujdes, a janë të sakta apo jo, se ki edhe mundësi krahasimi, po jo konkluzioni. Po ato janë ndihmes, ato janë mjet që ne duhet i përdorim. Cilat janë projektet më të reja që planifikon Kosova Open Medical Club për vitet e ardhshme? Ne jemi të nderuar që na është dhënë mundësia që ne të mbajmë simpoziume satelitore për fushën e radiologjisë për rajonin, domethënë nuk ja miraton tjerëve në vendet përreth, dhe nga ne është kërkuar që në të ardhmen të mbajmë edhe për pediatri ose kirurgji seminaret. Kështu që sa i përket bashkëpunimit me Open Medical Institute dhe American Austin Foundation në Salzburg, ne jemi shumë të interesuar të vazhdoj projektin. Do të ishte mirë që ministria të investoj edhe më shumë, se kjo është projekt që vetë financohet me fondacione. Sinfonia e Vjenës, Filharmonia e Vjenës mban koncert në vende të ndryshme edhe në New York për çdo vit për të marrur fonde për të financuar këto edukime. Do të thonë, ata janë ngrisin fonde, nuk i kanë mjetet e sigurta, dhe për të rritur numrin ton edhe ne duhet kontribuojmë siç ka kontribuar indjeri atër ministër Dr. Bujar Bukoshi, na pa ndihmuar, pa të dhënë një kontribut fondacionit dhe na shkum gjë në 47 pjesëmarrës në vit. Në profesori ynë që nuk jeton më prej kur jemi kështu në skenë, mund t'i japim veç duar përkitje homazh. Aktiviteti bashkëpunimi me universitete tjera, qoftë edhe brenda dhe jashtë, po edhe institucione, spitale evropiane sidomos. Po ato në mënyrë indirekte ato janë të hapura se janë të hapura indirekt. Po, se ne kur shkojmë aty janë pjesëmarrësit nga vende të ndryshme. Nga 40 vende, edhe këta janë dikun atje. Kështu që me këtë rjetëzim t'i hap dyrt. Unë kur kam qenë në Prag, isha në një trajnim në një spital tjetër Nemosnice na Homolce, por nuk e bëni një procedurë. Kjo ka qenë para 15 vite, tek angiografin koronare. Edhe e luta profesor, na mund ma rregullosh, shkoj t'i shoh si bëhet kjo, dhe po në motel e kërkon doktor Atilën. Edhe kur shkova doktor Atila, unë dalë, më shiqon, unë shiqoj, më jem takuna dikun, edhe duhet që kem qenë bashkë në një seminar. Në një seminar bashkë. Vite më parë dhe kem haruar. Do të thënë, ka në çdo vend të botës, kemi miq që mund të gjinden, nëse marrim parasysh që për këto 30 vite sa 32 vite që implementohet ky projekt, kanë qenë mbi 29.000 pjesëmarrës nga këto 138 shtete. Kështu që çdo kund është dikush që ka qenë këto seminare në Salzburgu dhe është lidhja dhe afërsia është menjëherë e hapur. Mund të bëhet bashkëpunimet. Ne është me rëndësi që mjekëve tanë t'i japin mundësi trajnimi, mundësi aftësimi dhe të hapën horizontet. Pastaj aftësia e tyre për të gjetur mundësi zhvillimin më të tjeshëm është e tyre. Dhe përgjegjësia është e tyre. Ne jemi në shërbim të Ministrisë së Shëndetësisë, në SHKUK-s, QKUK-s dhe natyrisht Fakultetit Mjekësisë
që ti mundëso këtë, për atë edhe bashkëpunimi jonë me ta është shumë i mirë. Si do doni ta shinit Komcin, Kosova Open Medical Club, pas 10 vitesh? Në çfarë pozita apo rolin në sistemin shëndetësor kosovar? Të vazhdoj me altruizmin, me kontribuimin kolegëve të ngritën dhe të shërbej si shembull si mund të kryen projektet. A njeni që ky mision, quj bash mision, pas 20 vitesh ka ndikuar jo vetëm të mjekët, por edhe të pacientët, edhe të besimin mjekësinë kosovare. Kjo ka qenë edhe qëllimi jonë, Përso? që të kontribuojmë fillimisht të ndalet rrjedhja e trurit, të kontribuohet që këto shërbime të ngritën në nivel kualitativ dhe përfitues janë pacientët në fund. Kënaqësia është e mjekut që e kryen punën, por përfituesi është pacienti. Unë e quajta mision, gjithsesi e quani edhe ju, edhe ky tingëllon tamam si një mision vërtet shumë i rëndësishëm. Ju e thatë vetë në shëndetësi, në mjekësi, në përshëndetjen e njeriut, po edhe për përgatitjen e njerëzve, për të shëndetit të njeriut në gjithë botën, është një kosto shumë e lartë, shumë e shtrejtë. Kjo është thjesht një mision që për 20 vite keni punuar shumë në mënyrë që njerëzit tanë me hiç pare apo me pak pare të jenë pranë të arriturave më të mëdha dhe avancimeve shkencore në drejtim të mbrojtjes të parambrojtjes shëndetit njeriut dhe një gjë shumë e rëndësishme. Në këtë e kam pa sepse na jemi miq, e di gjithë bota, kjo bota jonë shqiptare, një entuziazëm, për një intensitet energjie të punës tuaj dhe të përkushtimit tuaj të pafund. A është fajtore edhe pakomci, edhe ky përkushtimi juaj, edhe energjia juaj, paraqitjan për shumë vende të botës, fakti që Medicana, një prej spitaleve më të mëdha në Ballkan, na ka marrë bujar gjikullin. Po rezultatet flasim vetë dhe jam i nderuar dhe i privilegjuar me ofertën që më kanë bërë, më kanë nderuar dhe kam qenë i sfiduar me ofertën e tyre, bëhem drejt për drejt drejtor në një institucion, jo të jem punëtor pastaj të ngritëm dhe jam i nderuar, e kam pranuar sfidën, natyrisht investimet që kemi bërë ndaj viteve, jemi munduar të implementojmë, edhe tani e kam një post të cilën e kam pasur edhe në Kosovë, por të jesh pjesë e një zinxhirit më të lartë. Përveç përgatitjes edhe punës edhe përkushtimit, ki dëshirë mu sfidua? Po, sigurisht. Sepse tashi nuk të kemi gërbeqar, po me gjithatë Spitali Medicana është në Sarajev, ku ju aktualisht po punoni dhe unë shpresoj që kanë me të mojë drejtor veç një kohë dhe ti na kthesh prapë këtu në... Natyrisht, e ardhmja është e paparashikueshme, natyrisht unë nuk jam gërbeqar, këtu jam, edhe këtu edhe kontribuoj edhe funksionoj, jam e detyrë momentalisht atje, shohim sfidat kur janë. Natyrisht në kontratën time kam opsionet shumë të aty, se ata janë rjetë që kanë edhe në shtete tjera, por Kosova është ajo çka është e jona. Prej 3 fëmijëve 2 janë mjek. Nga studentët më të mirë të universitetit, të fakultetit mjekësisë, më pëlqen ta them këtë që se është e vërtetë. Edhe miku apo do në më shku në mjekësi edhe aja po... Po stomatologjia dhe është. Do me thonë lindën keni me lënë në minorancë në shtëpi, në aspektin e përcaktimit profesional. Jo, Linda ka backgroundin edhe bazën e ka në mjekësi, shkollën e mesme ka të mjekësisë. Apo? Po, vllaun e ka mjek po ashtu. Por Linda është kryesorja, Linda është arsyeja e gjithë energjisë edhe prapa ne shqëndron për atë rezultatet janë këto që janë. Po një grup shkencëtarësh, doktorësh nga shtëpia, goxha shpërndar, njëri në Gjermani, ardhin nga studentët më të mirë në sigurisht edhe ai veç po profesionalizohet. Nuk dojna me kallëzu që s'ka mujt po profesionalizohet që të kthehet në... Kjo është edhe ideja jonë edhe e tij. Unë kam shkuar para 25 viteve për të edukuar, për shkak se kushtet këtu s'kanë qenë. Edhe nëse vetëm po investojmë në kohë, atëherë edhe dua edhe të përfitoj. A po mëson hala? Po, ai
Unë edhe Po. po të dytë. Të dytë, po mësojnë e ardhë tash është para provimit atje dhe fillon specializimin në janar, pastaj kur e kryen ato shpresojmë edhe kthehet. Edhe kthehet në atë. Megjithatë, domethënë jam i realizuar edhe në shkencë, në shëndetësi, në fund çfarë mesazhi ki për mjekët e ri të Kosovës që duan të ndjekin rrugën e dijes dhe profesionalizmit ndërkombëtar? Po Se jeni far kampionin që dritim. Faleminderit, jam i privilegjuar të quhem ashtu. Për mjekët e rinj vetëm një zgjidhje është të mësojnë, të edukohen, të zhvillohen, investojnë në vetvete dhe të gjitha ato t'i praktikojnë në vendin tonë. Kjo është edhe ftesë për tyre të mos ndalen, mos të zbrapsen para sfidave, edhe sot në mbyllje në tryezën e Rumbullakut që e patëm u diskutuan disa sfida që tash i sfidojnë fakt me të cilat ballafaqohen mjekët e ri dhe ne u tham atyre që asgjë nuk vjen e gatshme, por duhet punuar, duhet krijuar, bëje vetë, bëje mirë. Ndryshe nuk bëhet edhe mos mendo që dikush ta sjell atë. Duhet sfiduar, duhet punuar dhe rezultatet kur nuk mungojnë. Nuk ka investim që nuk shpagohet, veçmas në dituri. Ajo gjithmonë shpagohet. Profesor i nderuar Bujar Gjikulli, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Doja që përmes punës tuaj dhe figurës tuaj të prezantoj në diçka të bukur që i ndodhi Kosovës këtë javë në botën e shkencës të dijes e mbi të gjitha të shëndetësisë, së shëndetit ynë është primare. Faleminderit doktor Naim. Është kënaqësi me qenë këtu në këtë emisionin i cili rezaton me pozitivitet. Jo vetëm në përkraje të mjekësisë ju përkrani edhe artistët e ri edhe çdo iniciativë edhe në fushat e ndryshme gjithmonë keni qenë përkrahas në anën tjetër mjekësia vetëm as ka nevojë. Faleminderit që e prezantoni, keni qenë prezent në hapjen solemne të simpoziumit ku keni marrë pamje të cilat kanë qenë për neve edhe emocionuese e ju ato e keni bërë të përjetshme. Është thirr të vlerësoheni, por dini që fjalët për t'ju vlerësuar duhet gjindur dhe më vjen mirë që ju kam mik. Am lardove bol. Nuk mund të Faleminderit. Faleminderit që më ishte kënaqësi që të kisha.